Përshëndetje Nora. Përshëndetje Angel. Kënaqësi tepër e madhe, mirë se vjen 25 pyetjet për Veva Liberta Svahi, u kom prit gjatë, po definitivisht ja ka vlejt. Faleminderit shumë, kënaqësi. Intervista fiks në një moment duhur, mes tjerash kur kemi dhe çka me bisedu, EP-ja doli javën e shkume, një sukses i padiskutueshëm që erdhi bashkë me rikthimin ton. 4 këngë, titulli 4, diçka e komerën të shkjo 4 shi. Që këtë ka met në krya. Po, më ka vetë definitivisht. A ka na i domethënie? Numri 4, domethënë lidhet me përfaqëson një kapitull 3 në jetën edhe në karrierën time. Gjithashtu numri 4 simbolizon një stabilitet, pjekuri, gjëra që sot i ndjej shumë më tepër. Edhe po besoj lidhet pak edhe me moshën, prefiksin e ri, kapitullin e ri, a? Krejt ka pak. Po. Kjo më rëndësi që është një nivel i ri i suksesit. Faleminderit. Projekte shumë të mira, tash ne diskutuam edhe para se me fillu intervistën që ku marr feedback edhe për njerëzve që nuk janë shumë në industri edhe nuk është që i përcjellin këngët edhe ketërisi të artistave. Po bëhet shumë qefi. Edhe një pjesë për tyne më pyetën, po ashtu kështu kom pas me bukujt pyetja, ka personale, ndjesi personale në ato tekste, në ato projekte? Shumë. Secili projekte ka nga një pjesë të shpirtit tim edhe eksperiencave që kam kalu. Cili është në base ma personale? S'kisha mujt ashtë me nda me thonë drejt, po qështash se cili projekte ka nga një pjesë të shpirtit tim atë. Me nda si mi vra, po... Fix. Një projekt që... Cili të du këty? Unë jem te dueti me legjendën Sinani. Apo, nice. Më pëlqeu shumë edhe mes tjerash para 18 vjetin kon shumë i vogël, kur ka dalë pa fat. Po. Edhe domethënë ma rikthej qatë kohë të artë muzikës. Qysh ke bashkëpunimi mas 18 vjetë? Definitivisht kënga pa fat ka qenë një ndër këngët më të mira që unë i kam në karrierën tem. Edhe ma me fat për karrierën tonë. Edhe ma me fat. Edhe kësaj radhe, domethënë, shkoj gjithçka shumë natyrshëm. Sinani është legjendë e muzikës tonë, edhe falenderoj për edhe një këngë shumë të mirë. Nora, 2 prej projekte dhe bashkëpunim me legjendën Sinan Vllazaliu pas 18 vitesh, po edhe Muharrem Ahmeti keni përfaqësi e bukur, një stil ndryshe, një kombinim që u reflektuat në klikime me sa e pash. Edhe e di dorë në zemër paktën për intervista vështirë është më merr me Muharrem Ahmetin për shkak kohës, nuk ka këto. Cila ke gjëja më e vështirë për ty me bashkëpunu me Muharremin? Po, a din qysh përputhesh në stil edhe energji, që ajo ka qenë pak problem, po në fund doli një projekt shumë i bukur. Definitivisht. Jam shumë e lumtur për këtë këngë. Ka qenë problem, si që tha ti, Muharremi ka pas me ardhë ngjirime, e ka zgjedhë edhe datën, edhe në fund nuk u shfaq fare, po mirë, nuk dole edhe keq. Do me thonë nuk e pas ka veç me gazetar që pjesë. Si një vetëmi. Gjithsesi, e falenderoj shumë Muharremin për këtë bashkëpunim shumë të mirë, edhe që konsideroj që është një ndër zonat më të bukur në muzikën tonë. Pa diskutim një prej më të veçantëve. E ki pak syzat, s'po ndodhen vetja shumë too much. E bukur si me syza, si pa syza. Kritika më e madhe që ke për veten, se për Muharremin ashta mujna me pas kritik mos korektësi në kohë. Për veti gjatë punës EP-s me 4 këngë. Për veten, gjithmonë jam shumë kritikuese me veten, lypi shumë prej vetës, nuk knaqna kurrë, edhe du gjithçka me qenë perfekt. Okej. Kjo është shprehje e mirë dhe kjo tregon që suksesi nuk ardh rastësisht, se vjen nga ata që kërkojnë perfeksionin. Qysh po njihet Nora në këtë kapitull 3 tjetës tonë, siç e cekëm edhe nalt kur biseduam edhe për karrierën? Je përmbushne, je më e lumtur se para 10 vitesh për shembull, ndoshta e mban kur ke ndru prefeks. Kisha mujt me thonë më e qetë, më e sigurt, më e fokusume, më shumë se kur ndoshta kisha mujt me thonë. Si fan si muzikës tonë që jam rrit me muzikën tonë, nuk e di a më takon me thonë, po e them që besoj që është koha për një koncert madh mbase. A ke menduar këtë pjesë? Po, është diçka që unë po kom qef shumë me bo, është në planet e mia, edhe që kisha dasht me qenë shumë speciale. 2026, besoj? Uroj që të bëhet
sa më shpejt. Kjo ka shumë rëndësi. Vitet po ecin, gjanat po ndryshojnë, bukuria në orës metet e njëjta. Si me syza ngjitë, si pas syza, janë të sene që nuk ndryshojnë. Tash apo na e kallëzojnë dy sekrete, dy rutina tua që je rregull konsistente në to, për sa i përket bukurisë që si shmang asnjëherë. Pa i me thonë drejt, mundohem të përkujdesem sa ma shumë për lëkurën, me mirëmbajt edhe hidratimin e lëkurës, ushqimin e mirë, fruta, perime. Nuk ka shumë e vështirë për ata që dojnë. Edhe besoj shumë gjene. Se mami Suzana e dëshmon që gjenet janë shumë e rëndësi në këtë mes. E vërtet, po edhe për kujdesi ka shumë rëndësi. Po nuk ka që duhet në i farë mrekullie, thjesht qëto. Unë si shmangëm kur, që është thash, hidratimit, pastrimet. Kjo ka shumë rëndësi. Kaq. Sa projekte të reja mujna mi prit deri këtë verë? Ëmbëlsina jami. E më shejim një sy njerë për ëmbëlsira. Po. Cila ke pyetja? Sa projekte të reja deri në verë? Janë disa projekte interesante që menzi po pres për verë me ndo bashkë me publikon. Bukur shumë. Uroj që kanë një pëlqy. Renea, e merë feedbackun e Renes për këngë para se mi publiku? Që të tha për shembull Renea për i ti? Po e marë, kom qef me ndëgju çfarë këshilla po mje, po se sa i pëlqejnë këngët. Tash gjeneratat e reja komplet tjetër vibe janë. A thot mami, ja ke huqa bravo. Rene si pëlqen veç kënga Kaje. Okej. Asnjë tjetër e janë. Okej, interesant. Që nuk guxoj shumë munis prej Për feedbacku të Renesa. E cili është një tipar i yti që po e sheh çdo herë më shumë tek ajo, tek sa po rritet? Rene është logjik, ndoshta fuqinë edhe sinqeritetin e shoh te ajo edhe ma kujton veten. Po në anën tjetër Rene është shumë ma e vendosur, është e din sakt çka don, edhe është shumë trimresh. Okej. She's so cute, e dua shumë. Kështu që pas ka një kombinim shumë të mirë. Po. Kurimit e Rene, një unaz në fund të vitit të ri, u komentu shumë unazat që morën emision të Robi Plaket, e që kemi rujt dejt 18 vjeqe. Qa ka ndodhë me atë unaz, ku po e mbanë? E ruj me një event shumë veçantë, si kujtim për të ardhmen e saj. Në kuadër të risive edhe të zhvillimeve të reja në profesionale, po edhe në karrierë, teze, Nora Estrefi is becoming an aunt. I pam postimet edhe i pam organizimet që keni bo, cila është një këshill që në pasja ke dhënë Nitës që është një mommy to be së shpejti? Këshilla për Nitën, mommy to be, kishte me qenë, s'po di, me ndëgju intuitën e vetë sa ma shumë të nanës, edhe mos me ndëgju tjerë çfarë këshilla t'japin saj përket bebit, edhe me kalu sa ma shumë kohë me vajzën e saj që është vajzë. Bukur shumë, vajzë prap, bukur shumë. Një tjetër qik. Një tjetër loqk në familjen. Një tjetër mbes për mamin. Po. Thashë themi ma i fundit që e ke dëgju lately, së fundmi për vetën e që t'ka bu me qesh me za. Paj ka pas thashë theme, po që gjithmonë i marrë me sportivitet. Kom një herë një thashë theme, Nora i ka hegë brit, për me të. Kështu që, prek nga e nësë. Numër janë asë njësë mungon, a? Jo, numër janë. Patë edhe kësi thashë theme kohët fundit ribashkimi, Nora Estrefi u ribashku. Fillun. Hera e fundit kër e ke dhënë një shansë të dytë. Pa i mendoj që çdo njeri e meriton një shansë të dytë, në momentin e dur, po jo të tretë ndoshta. Jo të tretë, ndoshta. Kjo përgjigje kaq e shkurt dhe kaq shumë, sipas meje mes rreshtave. Po. Një intervistë me eksin apo një pushim i përbashkët me të, cilës i kishe pritu ma shumë? Një intervistë me eksin ose? Një pushim i përbashkët me të. Dyja ti ke bo. Did that, done that. Dyja ti kom bo, po, fix. Themi pak tek muzika. Muzika është një
teren ku problem kush më ratu gjithmonë, ka gjithmonë ndryshime, ka gjithmonë risi. Cili është një ndryshim i viteve të fundit që dallon kogja shumë industria prej para 10 vitesh, 15 vitesh, po që po të pëlqen? Definitivisht tentativat me qenë sa ma profesionist, këngëtarët, si të rritë ashtu edhe ata që kanë qenë ma motin skin. Shumë. I love it. Bravo. Sa ka gjasa me u rikriju këtë vit një tjetër duet me Erën? Su përfolje dhe të intervista e Erës me Arbanën, kjo pjesë jo ka jo s'ka? Jo ka jo s'ka. Kur ta gjejmë një këngë shumë të mirë me Erën, që atëherë kena me bo. Mes tjerash, në karierën tane ke spikat gjithmonë me look, ke eksperimentu me stil, me veshje, me frizur. Për kuna se të bekryna. Jena ato ju pengu për më Cili është një moment kur i shfleton arkivat dhe thu, po këna konë shumë për para bre me look? Nice. Po menoj që në fillim të karierës tem, kur kom fillu me knu, ka qenë ajo koha kur unë kom vesh farmerka shumë cekta, majica, t-shirt, si të djemve të mrenshme. Që se ka po kërkush në atë kohë? Që në atë kohë ka qenë alla MTV, që unë e kom shfaq për herë të parë edhe menoj që për qatë arsye edhe kom ranë sy me njëherë. Bukur shumë. Cila këngë jotja... Fun fact. Interesant, faleminderit që ndodhë venire. Cila është një këngë jotja që mendon që kish mujtë më bo viral globalisht, në kohë të sot me ku me TikTok po bëhet gjithçka viral? Po, nështë kënga me Marigonën që e kom, tash fundi vjen, është këngë shumë e mirë që edhe sot e ndëgjon edhe të pëlqen. Taksi gjithashtu. Taksi. Edhe Dy shok. Dy shok është e preferuar jam, nuk e di pse më kon shumë i vogël, po kom vujt me atë këngë pa pas në arsye për me vujt. Dy shok, dyshosh, jo ndoqa si këngë që s'është që ki nevojë me vujt, po veç duhet që ashtu për të bërë. Një kërkesë specifike që Nora ka para se mund gjitë në skenë, çdo herë, si lloj rituali? Qetësi, fokus total, qaq. A ndjen që industria sot ka ma shumë apo ma pak konkurrencë toksike? Se di. Nështë ta ma pak. Ma pak? Okej, po edhe në kohën e juaj po, se me 3 televizione në kohën e fillimit ka qenë kogja ma toksike gjithçka po besoj. Ma e vështirë ka qenë. Sot është secili mund me dëpërtu mënyrën e vet, shumë ma lehtë. Me ekip të vetën, është ma e lehtë, definitivisht. Nëse epoka aktuale me katërshin, do t'ishte një film, cili do ishte titulli i tij? New Era. New Era, po më pëlqen shumë. Mister. Soja futa këtë, bëqajt. Shkoj shpejt intervista, unë nuk naqa shumë me 25 pyetjet, 24 paraprake, për 24 pyetje paraprake, cilje nuk u dash me ta bo? Jo, krejt kanë, okej, shumë të mira. Po. Bile u çudita që ka shpejt u kryp. Nuk e prita. Kjo është çaj që kem kalu shumë mirë bashkë. Po, e vërtet. Sukses e Thank you, Angel. Kënaqësi tepër e madhe, faleminderit shumë për kohën, faleminderit shumë që i qite pikat mbi i, edhe për krejt ata në gjitha platformat online, YouTube, Spotify, kudo, 4 këngë të EP-s, le t'i ngojnë, le t'i shijojnë, edhe le të presim për projekte tjera deri verës. Po, le t'i shijojnë, le t'i ndëgjojnë, edhe po, na vazhdojmë me punu, kjo është puna jonë. Inshallah se cilën herë më mirë e më mirë, edhe krejtë ju dëshiroj sa më shumë shëndet, mbarësi, a me thona në i sana që ka që përdi. Faleminderit shumë, kënaqësi tepër e madhe. Thank you.